anti-shqiptare serbet propagandës tyne historike. Dhe kjo mund dhem. Dhe kjo nuk mujt ja fali kërkujqin në klasën e tanishme politike në Kosovë. Fatkeqësisht e vërtetë në fakt, e gjithë kjo po i çoj mujt e mulliri i armikut, i komshiut thon. Absolutisht. Në fakt edhe ajo prezantimi apo debatet e fundit për nxjerrjen ose prezantimin e ndikon nga familja Jashari, më duhet shumë folklorizëm patriotik. Pse kemi nevojë që ti bëjmë një llosi me emrin e këtyre për çdo gjë që mund të dalë. A mos ishte tepër të gjithë nga përgjithësia. Pikërisht ikje nga përgjithësia që unë po e them, domethënë atributi ky që një politik bërësi të suksesshëm është përgjithësia, mos guximi dhe pa aftësia për të marrë përgjithësi ta tregon vendin si lider, ta tregon vendin si politikan. Klasa son politike u ka dalë boja në këtë aspekt, siç thot populli. Që familja Jashari është emblem e lirisë, pavarësisë të sakrificës së një kombi të tonë. Dhe jo e vetme, sepse si familja Jashari, sakrificë të tillë kanë bërë qindra e qindra familje në gjithë Kosovën. Po familja Jashari dhe sublimiteti i tyne në një kohë kur ende nuk ishte lufta në Kosovë për hapun masat që mandej u përhap, ishte, do të thoja, ai flakadani lirisë. Dhe prandaj simbolika e rezistencës tyne, simbolika e flijimit tyne, po mbi gjitha simbolika e luftës që ajo familje nga fëmiu 3 muaj në Djep deri tek Baca Shaban, që ishte më i vjetri i familjes, nuk kurshyen kur gjë nga vetja tyne për t'i thonë Serbisë fashiste dhe genocidiale të asaj kohë se këtu nuk mundesh më. Dhe ky është mesazhi që rezonon me secilin shqiptar të Kosovës përtej Kosovës, me secilin shqiptar kudo që është. Unë e vlerësoj dhe kam qenë, i impresionuar jashtëzakonisht shumë mirë nga përgjigjja që ketë kësaj narrative ja dha profesori nderuar Murat Jashari, duke thënë se familja dhe nderi që ai mbar mbi supë si pasardh si familjes Jashari, i takon një kombi ton dhe nuk e shet arsyeshme që përmes emrit tyne, përmes simbolikës që familja prezanton të zgjidhen problemet politike.